Olta Boka me këtë interpretim të jashtëzakonshëm, me këtë voglush kaq të bukur në skenën e Festivalit të Këngës në Radio Televizionin Shqiptar, teksa rikthente në vëmendje dhe riinterpretonte pra një, do të thosha kur e vepër të Parashivi Simakut si kënga E duam lumturinë, një këngë që i dedikohet shpeshherë nënave. Mirë, jemi rikthyer kështu në pjesën e dytë të Mirë se vjen, do të trajtojmë tema shumë interesante. Unë jau kam prezantuar që në fillim programit, për momentin do të ndalemi tek shërbimi i policisë ndaj qytetarëve. Numri i telefonit 129, i cili shpeshherë na ka ardhur në ndihmë për të thirrur pra patrullat e policisë për raste nga më të ndryshmet. Por si funksionon ky numër dhe sa korrekt është ndaj kërkesave të qytetarëve, dhe cilat janë risitë në mundësitë e punësimit, jo vetëm të atyre të cilët mund të kenë mbaruar pra studimet e larta apo të mesme për policë, por po aq edhe të njerëzve që kanë bërë zgjedhje të tjera në jetë. Do ta kuptojmë të gjithë këtë duke zhvilluar një bisedë drejt për drejt me zonjushën Ediona Dano, zëdhënëse e policisë së kryeqytetit. Mirëmëngjes, mirë se vini. Ju falenderoj unë juve që jeni e gatshme për t'i dhënë sa më shumë informacione njerëzve, jo vetëm atyre që thjesht do të telefonojnë numrin 129, por sidomos të rinjve të cilët mund të kenë një mundësi shumë të mirë punësimi. Janë gëzuar shumë prej tyre që në momentin që Ministri i Brendshëm Samir Tahiri dhe drejtori i policisë ta lexoj emrin se mbaj mend Ardian Çipa, kanë dhënë pra këtë lajm, por cila është mënyra se si mund të aplikojnë njerëzit dhe cilat janë kriteret që kërkohen? Patjetër. Mirëmëngjes shteti. Ju përshëndet dhe Xhasula ndërkohë. Faleminderit edhe unë përshëndet. Pa kënaqësi e madhe. Shiko sa të bukura i ka vajzat policia e shtetit. Po pra po, të gjitha femra. Kemi edhe meshkuj. Ka dhe meshkuj. Po sigurisht. Po, cilat janë kriteret e Në aplikimit? fakt, kjo është risia më e re që është futur në policinë e shtetit, është struktura e policisë së shtetit në marrëdhënie në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, ka bërë të mundur një reformë të re për futjen e punonjësve civil në strukturat e policisë së shtetit. Pritja e qytetarëve, zyra e pritjes së qytetarëve më saktë, do të jetë po nga këta punonjës civil, gjithashtu edhe operator shërbimi në sallën operative 129. Pra, do jenë në total 28 punonjës, të cilët do të rekrutohen në këtë periudhë. Ky është një konkurim i hapur për të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e policisë së shtetit, të gjithë ata që duan të dhe kanë mirësinë për të bashkëpunuar dhe për t'i dhënë policisë ato çfarë ajo është duke kontribuar. Qëllimi vetëm dhe parësor mbi të gjitha është marrëdhënia me qytetarin në mënyrë korrekte. Edhe shmangja e korrupsionit është teksuar në Sigurisht, kjo është konferencë. ndër gjërat. Shpeshherë ndodh që qytetarët në momentin që vinë dhe shprehin ankesën e tyre, kanë një stepje kur shikojnë uniformën e policisë. Domethënë, vetë uniforma e policisë paraqet një seriozitet më vete. Pikërisht për të shmangur këtë lloj kontakti, për të shmangur këtë lloj vështirësie për të shprehur, atëherë ne policia e shtetit ka menduar që këto struktura të bëhen civile. Këta janë të rinj të cilët kanë kriter parësor arsimin e lartë, sigurisht, sepse kërkohet një profesionalizëm, qoftë në komunikim, qoftë në edukimin e tyre, sepse i duhet të përballen me situatat dhe problematikat e qytetarëve, gjë që sigurisht ne na intereson pjesa e kësaj lloj marrëdhënie. Megjithatë ata do të trajnohen padyshim që të jenë më profesional. Raiffeisenbank ka marrë përsipër trajnimin e këtyre të rinjve, të cilët janë pafund, po sillin pafund CV-t e tyre, po sillin pafund dokumentacionet. Ndër kriteret kryesore, po them, që janë disi të preferuara, është së pari të ketë përfunduar një arsim të lartë. Ka një deg të caktuar që është më e preferuar Jo, se tjerët? absolutisht, nuk është se jemi referuar në një deg, sepse ka njerëz që kanë aftësinë komunikuese, kanë mënyrën e bashkëpunimit dhe këto do të shihen shumë kujdes, sepse do ngrihet një komision i posaçëm pikërisht për të bërë këtë lloj selektimi. A është një mundësi e një punësimi të dytë, pra të themi unë, për shembull, që punoj në mëngjes këtu, mund të vija në drekt punoj atë 129-ta? Atë nuk e di sepse do duhet të jesh me turne. Ndoshta. Dhe ndërkohë, pse vetëm të rinj, se dhe Xhasula është shumë i komunikueshëm, fjala e bie. Ama mos e vdiqe. Mund të kenë një kriter moshe, apo mund të vinë edhe personazh të cilët ka një kriter moshe që është i preferuar, jo sepse nuk mund të lejohet, por deri në moshën 30 vjeç, duke qenë e përsëris edhe një herë qëllimi kryesor
I këtij shërbimi është natyrisht pritja e qytetarëve. Dhe në momentin që qytetari shikon njëri të qeshur, shikon një vajzë të re apo një djalë të ri, atëherë të rishet për të shprehur për problemin e vet. Dikur nuk ka pasur mundësi as të shkonte të shprehte ankesën sepse nuk kanë pas zyra për shërbimit për qytetarët. I duhet të prisnin në radhë të gjata përpara komisariateve të drejtorisë, ndërsa tani me krijimin e zyrave të shërbimit për qytetarët është krijuar dhe mundësia që të futet dhe risia tjetër. Pra kjo janë disa risi që janë duke u bërë vazhdimisht, duke qenë se struktura e policisë së shtetit vazhdon të ndryshojë dhe duke sjellë gjërat pozitive, mendoj që këto është një nga gjërat më pozitive. Mua më ka ndodhur të kem një udhëtim në Suedi dhe pash që pjesa e shërbimit të qytetarëve ishte civile. Dhe ishte pikërisht kjo ky detaj që edhe në Shqipëri po implementohet. Për fat të mirë shpresojmë të jetë i suksesshëm. Po, sa më ndyshim, besoj që do shkojë gjithçka mirë. Megjithatë, për hir të së vërtetës, ne gjithëve na ka ndodhur që të telefonojmë tek 129 sepse duam s'duam kemi situata nga më të ndryshmet në jetën tonë. Shërbimi në rastin tim ka qenë korrekt, po aq edhe në dërgimin e patrullave në vend ngjarje. Edhe relativisht i shpejt duke patur parasysh që Tirana gjithsesi mbetet një sfidë në këtë drejtim, se është një kaos i vërtet për sa i përket trafikut. Por kam dëgjuar raste të tjera, të cilat nuk mund t'i verifikoj, po shumë kanë thënë, që komunikimi me ata persona që përgjigjeshin në numrin 129 ka qenë shumë korrekt, por nuk është përkthyer në të themi në dërgimin konkret të patrullës në vend ngjarje. Si monitorohet kjo pjesë për aq sa keni dijeni ju? Do të thënë, si është mangur deri tani korrupsioni dhe si planifikohet që të kontrollohet ky lloj shërbimi për të qenë sa më korrekt me publikun? Sigurisht. Në fakt për një korrupsion nuk shikoj sepse ai është një person që përgjigjet pas telefonit, por duke qenë se struktura e re prek edhe këtë pjesë përgjigjen telefonike në numrin 129 në sallën operative, qëllimi është ata do të testohen në këtë pjesë. Punojësi policisë më parë shpeshherë mund ta ketë neglizhuar, duke qenë se punojësi policisë është përballur me shumë situata të tilla, shpeshherë e di që këto mund të jenë dhe manipulative, dhe shpeshherë bën gabimin e tillë që mund ta lër pas dore një telefonat, gjë që nuk është e lejueshme. Pikërisht, sjellja e të rinjve në këtë strukturë do të bëjë që këta të jenë në mbikëqyrje totale, por sa i përket gatishmërisë të tyre. Të kenë edhe më frikë se nuk kanë konjunkturat të tyre brenda policisë mund t'i mbrojnë. Ata nuk e kanë dhe njohurinë korrekte të saktë se si duhet të si është ngjarje dhe automatikisht do dërgojmë një patrullë atje. Kjo është do shmang gjithë këtë pjesën që është krijuar e kaosit të mbarshëm. Më jam e sigurt që do dalë më së miri, sepse dhe me punojësin e policisë nuk është se ka qenë jo në nivelet e duhura, sepse kanë ndodhur ndryshime të vazhdueshme, gjë që ka sjellë gjithmonë risi, por mendoj që kjo struktura që po implementohet besoj do jetë më korrekte. Të shpresojmë. Ndërkohë ka një qasje të policisë ndaj qytetarëve për t'u vlerësuar. Tani tingëllon kështu sikur po bëjmë elozhe se jemi edhe në televizionin publik, megjithatë këtë e them shumë sinqerisht, edhe kjo është një gjë që e shohim të gjithë në rrugët tona. E para kanë një uniformë të rregullt, se deri dje kishin të çngjyrosur, të pajkurosur, diku të rrjepur e gjitha këto me radhë. Kanë pamje shumë të rregullt dhe mënyra se si komunikojnë është shumë të themi më ligjore, më e prerë, po më korrekte, pra jo arrogante. Kështu që më vjen mirë që dhe shërbimi ndaj klientit, sepse thash është një numër që ne telefonojmë rregullisht, do të marrë po këtë dimension. Ndërkohë kjo vlen për Tiranën apo për të gjithë Shqipërinë? Për strukturën e qenisë. Do jetë në Tiranë. Për të parë mënyrën se si do funksionojë, fillimisht dhe më pas do ketë shtrirje në për të gjitha rrethet e tjera. Për aq sa keni dijeni ju, shqetësimet kryesore të qytetarëve kur telefonojnë në numrin 129, cilat janë? Kjo është në varësi të ditëve të javës, në varësi të zonave ku banojnë, janë problemet nga më të ndryshme. Mund të jetë për shqetësime lidhur me zhurmat e larta. Kjo është një ndër gjërat që e kam dhënë shumë shpesh këtë shqetësim. Mund të telefononi në 129. Kam telefonuar dhe ka ardhur patrulla. Kështu që është e zgjidhshme. Gjithsesi ka konflikte të çastit sepse shpeshherë njerëzit janë bërë më gjak nxehtë, ndoshta reagojnë shumë ashpër me njëri tjetrin dhe këto janë konflikte të çastit që ndodhin. Por shikoj një sensibilizim të qytetarëve në momentin që shohin një konflikt dhe kjo është për të falenderuar sepse ne na vjen mirë që qytetarët ta mirëkuptojnë dhe bashkëpunojnë. Në fund të fundit ajo çfarë ne kërkojmë si policia e shtetit është mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me ta. Në fund të fundit funksionimi është i ndërsjellë. Ne jemi në shërbim të qytetarëve dhe ata janë në ndihmën tonë për të zbuluar ngjarjet, për të shmangur konflikte të ndryshme, qoftë edhe
tragjedi, vrasje. Sepse fatkeqësisht kudo në botë, policia nuk mund të jetë kudo dhe në çdo moment, kështu që do të duhej që sigurisht qytetarët të ndihmonin duke denoncuar raste nga më të ndryshmet, por po aq e rëndësishme në një vend për të patur siguri, për të patur një rend të mirë, janë sistemet që parandalojnë krimin. Çka do të thotë që shërbimet informative, për shembull, i vijnë shumë në ndihmë policisë. Si është themi harmonia ose mënyra e bashkëpunimit të policisë shtetit me sistemet, me shërbimet informative? Në fakt, do të nis edhe që te pjesa e telefonatës 129, kur qytetarët kanë filluar që janë më të ndërgjegjshëm. Janë rritur 30 deri në 40% telefonatat në 129 për të qofte edhe për problemet e tyre, por qofte edhe në momentin që shikojnë një problem tjetër. Dhe kjo për ne është një gjë shumë pozitive, që do të thotë që në këtë moment qytetari ka filluar të ketë besueshmërinë e duhur tek policia e shtetit. Për sa i përket informacioneve, këto është pjesë e policisë e cila duhet jetë dhe është në parim kryesor, sepse pa mendimet e tyre personale që janë dhe pa informacionet e tyre më saktë, ne nuk mund të kemi zbulueshmëritë të ngjarjeve. Kështu që ka filluar të ketë një lloj rritje dhe një lloj marrëdhënie më të afërt. Domethënë ne kemi filluar të jemi shumë paqësor me qytetarin, të mos na shikojnë si agresori që shikohet se po vjen policia dhe ne duhet të trembemi. No, në fakt po vjen policia për të na ndihmuar. Dhe ky është mesazhi që po përcjellim qoftë edhe me ardhjen e të rinjve në policinë e shtetit, qoftë edhe me vendosjen e strukturave të reja të punojësve civil. Pra, e gjitha ka të bëjë me marrëdhënien dhe komunikimin e qytetarëve, për të shmangur të gjitha ato barriera që deri më sot kanë ekzistuar dhe ne jemi munduar t'i shmangim, por besoj që puna e fortë e të gjithëve ne së bashku do të bëjë që ka gjithnjë më shumë besim tek policia dhe duhet të jetë kështu dhe shumë mirë që është kështu, por çfarë ndodh nëse kemi një rast për të denoncuar, pra po themi një sjellje jo korrekte nga operatorët e numrit 129. Çfarë duhet të bëjë një qytetar në këtë rast? Ku e denoncon dhe si mund ta verifikojë? Para regjistrohen telefonatat? Sigurisht që telefonatat regjistrohen, sigurisht edhe në një libër kur evidentohen të gjithë telefonuesit. Në momentin që një telefonues nuk ka marrë përgjigjen korrekte në telefonin në moment që ka telefonuar 129, i paraqitet me njëherë zyrave, qoftë komisariateve, por përgjithsisht drejtorisë policisë Qarku Tiranë, në momentin dhe kërkon ndihmën e një oficeri policie të shërbimit të brendshëm dhe unë mund të shpreh ankesën e tij. Nuk ka qenë korrekt telefonata ime, nuk më zgjidhë problemin. Pra ne kemi mundësuar që shërbimi i tillë të funksionojë për ta shmangur këtë problem, sepse ky nuk është ajo që ne kërkojmë. Nëse të gjithë punojnë për këtë drejtim, atëherë nuk duhen që elementë të tillë të shkatrojnë të gjithë këtë nismë të re. Prandaj që ka mundësinë që të pritet në zyrat e shërbimit për qytetarët dhe tek informacioni i drejtorisë për ta bërë këtë për shpreh pa kënaqësi. Pastaj vazhdojnë procedurat e tjera që janë ligjore. E qartë. Mirë, e theksojmë edhe një herë për gjithë ata të rinj sidomos, pra nën moshën 30 vjeç, të cilët mund të kenë interes për të bërë pjesë e këtij projekti shumë ambicioz dhe sigurisht që vjen në ndihmë të qytetarëve. Ku mund të aplikojnë edhe një herë? Aplikimi do ndodh në zyrat e shërbimit për qytetarët dhe tek informacioni në drejtorinë e policisë Qarku Tiranë. Duhet të kemi një dokumentacion që do vinte të tërheqin një flet që do jetë me të gjitha të dhënat dhe formatin e gatshëm për dokumentacionin që duhet plotëson. Në fakt, duke parë që kishte shumë interes, ne na është dashur ta shtyjmë dhe për një afat më të gjatë deri në datën 1 maj. Kështu që interesi është shumë i madh dhe ne na vjen mirë që këta të rinj duan të bëjnë pjesë e nga të dyja gjinit edhe vajzat realisht ka pasur një meshkuj. Kështu që ndodh në njërë që meshkujt mendojmë që nuk janë aq shumë të durueshëm, por ja që kanë dëshirën për të pasur këtë lloj marrëdhënie me qytetarët. Ndërkohë që mosha duhet të jetë nën 30 vjeç, gjithsesi ajo është në varësi, por preferohet kjo pjesë. Arsimin e lartë duhet patjetër ta kenë përfunduar dhe një ndihmës shumë e madhe për ta që jep vërtet pikë është mbrojtja e gjuhëve tuaja, sepse duke qenë që mund të telefonojnë edhe turistë që flasin anglisht. Sigurisht. Jo vetëm kaq, por edhe tek informacioni mund të vinë të ndryshëm, të huaj të ndryshëm, të cilët mund të duan të kërkojnë informacion për marrjen e shtetësisë shqiptare apo diçka të tillë apo lënien e shtetësie etj. Janë procedura që të duhet ndonjëherë të komunikosh në gjuhën e tyre. Sigurisht. Sa bukur. Shikonu gjasu në ç'bëhet. Nga zona orale ka lezet tani me anglisht, me frëngjisht, me italisht.
Po tani pa anglishta nuk edhe në shtëpi dot, jo më të gjesh vend pune. Normale, të pyet gjyshi. Kështu që të pyet gjyshi vetëm anglisht. Gjasulo ta sjellin vetëm për një ditë prove, kështu do kënaqet i gjithë populli se Gjasulo ka atë këndin e tij të vështrimit që edhe situatat më dramatike ditë i kthej në humor, i zhdramatizon, kështu që ne mirëpresim. Do ishte një kënaqësi e madhe. Bile sa sillim të recepcioni që ti dalë edhe kështu përballë. Ne mirëpresim, Gjasulo të mirëpresim. Faleminderit Gjatë. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit këtë mëngjes me ne dhe shumë suksese në këtë projekt dhe në punën tuaj. Të dashur miq, ishim pra në këtë bisedë drejt për drejt me zonjëshën Edion Adano, zëdhënëse e Policisë së Kuriozitetit, folëm për projektin kaq ambicioz të Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë pra për të punësuar në shërbimin ndaj klientit, sidomos në shërbimin telefonik 129 persona civil, pra që nuk kanë lidhje me policinë, por që gjithsesi duhet të jenë të diplomuar, të kenë mbaruar shkollën e lartë, mund të aplikojnë dhe të japin një mundësi shumë të mirë punësimi vetes së tyre. Është kjo një qasje e dur, do thosha unë, e policisë së shtetit ndaj qytetarëve. Mirë, në këto momente do të ndjekim një material të përgatitur si çdo të mërkur tjetër nga gazetari ynë Klodian Froku, ku eksperti i bimëve mjekësore, mjeku Ylli Merja, do të na sugjeroj se si mund të përdorim disa bimë për të kuruar apo për të lehtësuar dhimbje dhe probleme të ndryshme shëndetësore. E ndjekim bashk, pas pak do të jem në studio me dietologën e mirënjohur Anila Kalleshi. Qëndroni me ne. Në ditën e sotshme ne do t'ju flasim për pelinën e ëmbël ose Artemisia annua në gjuhën shkencore të saj. Pelina e ëmbël rritet në vendin ton, kryesisht në zonën e ultësirës perëndimore, kërkon toka të kulluara gëlqerore, toka skeletike dhe ka një gjethe të pastër transparente, ndërsa degëzat e saj janë të mbushura me qime të holla, të cilat përmbajnë një lloj vaj shumë të domosdoshëm dhe të kërkuar për mjekimin e disa sëmundjeve. Pra, në këto qeliza gjendërore ndodhet lënda aktive e saj artemisina, e cila kap një vlerë nga 0.2 deri në 0.3%. Kuptohet në pjesën mbitoksore të saj nga nxirret edhe vaj, gjethet dhe kërcenjt kanë më pak vajra eterike, ndërsa lulëria e saj mund të shkojë deri në 0.3%. Duke marrë parasysh kërkesat e shumë konsumatorëve për pelinën e ëmbël, duke qenë që ata kanë marrë një informacion të bujshëm në drejtim të zhvillimit të kohëve të sotshme të qelizave kancerogjene në organizëm dhe me shpresën e madhe sikur ata atë tumor do ta luftojnë për 7 ose për 10 ditë. Në të vërtetë, pelina e ëmbël, që nga lashtësia është përdorur në Kinë. Po kështu, pelina e ëmbël rritet dhe zhvillohet edhe në Shqipëri, pothuajse në pjesën e ultësirës perëndimore të saj. Pra, a është me të vërtet një bimë shumë e suksesshme në trajtimin e këtyre tumoreve apo jo? Le t'ju referohemi disa fakteve dhe përbërësve kimik të saj. Pelina e ëmbël, jo vetëm për vajin eterik të saj të artemisinës, e cila ndodhet dhe është përdorur edhe në mjekësi për luftimin e efektit malarik, pra zvogëlonte ose minimizonte efektin e malarjes, pra është një bimë që lufton ethet në organizëm, që qetëson mushkrit, përmirëson frymëmarrjen dhe pastron gjakun nga toksinat e ndryshme. Por në ditët e sotshme, pelina e ëmbël më duket se po kryen një funksion shumë të mirë në organizëm. Jo aq sa flitet dhe trumbetohet me të madhe, sikur për 10 ditë ajo do të bëj mrekullira, por kjo ndikon kryesisht mbi masa tumorale, duke hyrë në bashkëveprim me hekurin që ndodhet me shumicë në brendësinë e një tumori dhe duke ndikuar në minimizimin e rritjes së tij dhe gradualisht nëse marrim masa dhe përdorim edhe shumë bimë të tjera ose edhe kimioterapi, atëherë efekti i pelinës së ëmbël shtohet. Pra arrim në atë që masa tumorale të minimizohen. Përbërësit e saj jo vetëm
artemisina, e cila është një përqindje nga 0.2 deri në 0.3, përqindjen më të madhe kjo e ka tek lulërit, por përmban edhe kamfor, përmban beta-pinen, xantofilin e shumë përbërës të tjerë. Veçoria e kësaj bime është lidhja që bën kjo me hekurin e qelizave tumorale dhe duke ndikuar mbi të drejt për së drejti në rrudhosjen pak e nga pak të kësaj mase. Si duhet ta përdorim këtë bimë? Theksojmë me të madhe këtu sepse shumë përdorues kërkojnë patjetër që të marrin hekur, pasi edhe në internet informacioni është dhënë që në bashkëveprim me hekurin kjo rrit shumë efektin e saj veprues mbi qelizat. Në të vërtet, nuk ka nevojë përdoruesi që të marrë hekur as në farmaci, as nga bimët hekur shtesë. Nëse ne do t'ja japim këtë pelinë e ëmbël, nuk ka nevojë pastaj që të kërkoj hekur nga brendësia e qelizave kancerogjene ose nga karcinomat. Pra, ne duhet të trajtohemi, të ushqehemi normalisht, sigurisht sipas këshillave dhe porosive të mjekut që të menjanohet mishi, proteinat e shumta e të tjera, por ta lejmë organizmin me aq hekur sa ai mund të marrë nga produktet ushqimore, sa ai mund të marrë nga thjerëzat, nga molla, nga bimët e tjera që mund të përdori, spinaqi, sallata e tjera. Dhe ky le të jetë çik deficitar organizmi në drejtimin e marrjes së hekurit, në mënyrë që të shkojë dhe të ngjitet brenda karcinomës dhe t'i heqë atij hekurin që ndodhet me shumicë në qelizat tumorale. Si do ta përgatisim çajin e pelinit të ëmbël? Sigurisht, kjo bimë ka disa veçanti të saja. Në qoftë se do ta marrim çajin dhe do ta vlojmë si gjithë bimët e tjera, atëherë artemisina është një komponent kimik i paqëndrueshëm, pra ai shpërbëhet, zbërthehet dhe përdoruesi i çajit mund të themi që s'ka marrë asgjë nga vlerat e çmuara të saj. Pra, kjo përvëlohet me një ujë afërsisht në temperaturën 55 deri në 65 gradë, ku mund ta lëmë për 5 deri në 10 minuta. Mbas kësaj, çaji i pelinit të ëmbël është gati. Atëherë, si do ta përdorim dhe sa kohë mund të zgjatë mjekimi me pelinin e ëmbël? Në qoftë se do të marrim dhe të përdorim afërsisht 2 lugë gjelle, t'i përvëlojmë me 3 gota ujë, kjo duhet jetë doza ditore e marrjes së pelinit të ëmbël në ditë. Dhe kjo kur mund të vazhdojë nga 2 deri në 4 javë. E theksojmë që ajo jo vetëm që nuk duhet të vlojë çaji i pelinit, por edhe nuk duhet të na qëndrojë gjatë, pra përgatitja e çajit do të jetë vetëm për sa i përket konsumimit ditor dhe asgjë më tepër. Dhe e dyta që duhet të theksojmë në drejtim të pelinit të ëmbël dhe për përdorimin e saj në familje është kjo. Nëse ju e mbani pelinin e ëmbël për një kohë të gjatë më shumë se një vit, atëherë të gjitha komponentët kimike të saj kanë dobësuar vlerën. Pra, mund të themi që vitin e dytë pelina e ëmbël mundet të mos përdoret dhe të rimerret e freskëta. Kjo ishte receta për ditën e sotshme, ju faleminderit. Falenderoj ekspertin e bimëve miksore, zotin Ylli Merja, që çdo të mërkur vjen në minutat e mirë se vjen me këto këshilla vërtet të vlefshme. Por të dashur miq, theksojmë, siç u theksua në fakt edhe në insert, vërtet faktin që mjekësia shkencore nuk mund të zëvendësohet nëpërmjet kurimit me bimë të ndryshme. Sigurisht që mjekësia alternative që quhet mund të na lehtësojë dhe dhimbjet, po aq mund të ndihmojnë për të kuruar edhe sëmundje të lehta, por në rastet e sëmundjeve të rënda, siç bëi fjalë edhe në insert, vërtet drejtojuni edhe mos shmangni ambulancat edhe spitalet përkatëse. Mirë, është momenti të flasim sërish për shëndetin në tërësi, do të flasim për kafen dhe për pijet energjike, që ndikim kanë në organizmin ton dhe kur mund t'i përdorim për të qenë sa më efikase dhe për të patur një jetë sa më të shëndetshme. Të gjitha këto do t'i kuptojmë në këtë bisedë drejt për drejt, me të ftuar në studio zonjën Anila Kalleshi, dietologe dhe specialiste
Dopsimi. Mirëmëngjes dashur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi ju studio televizive tashmë i keni bërë si shtëpinë tuaj. Jeni e pranishme, keni qenë gjithnjë edhe në televizionin shqiptar, po aq edhe në programe të tjera të televizioneve të tjera. Së bashku jemi miq prekosh dhe ishte shumë bukur që u ritakuam pas shumë vitesh, për shkak të angazhimeve nuk ishim mundur ta bënim këtë gjë. Flasim një për kafen. Urdhëron Xhasulo? Mirëmëngjesi, po i them çopas. Mirëmëngjesi. Tani Xhasulo me qëra fjala bashkë me mua, me qenë se çohemi herët dhe me zina zgjohet dhe mendja, pim kafe dhe kafe kështu në filxhan çaj, të paktën unë. Duhet të konsumoj një dozë të madhe kafe që të vinë në Terezi për në 7 të mëngjesit. Sepse mendoni që do ju sjell në formë, do ju sjell në Terezi, do ju jap në energji. Mendojmë apo kështu është? Xhasulo ke haru gomarin, po të hipësh mbi gomar ose mbi kal, edhe ti biesh me kamzhik. Thjesht merr energjinë që ka. Kali nuk do marrë ndonjë energji të tepër, thjesht do shfrytëzoj energjinë që ka. Dhe ju, në rast se konsumoni që në mëngjes kafe, nuk është se keni marrë ndonjë energji nga kafeja, thjesht kafeja përmban 200 antioksidantë. Janë helme shumë të fuqishme që trupi menjëherë, sensorët e trurit menjëherë sapo futet në organizëm, veprojnë në një kundërveprim të tmerrshëm duke aktivizuar adrenalinën. Pra nuk është kafeja ajo që na jep energji, është energjia jonë e brendshme që aktivizohet në mënyrë për të mbrojtur trupin ndoshta nga këto antioksidantë shumë të fuqishëm që ka kafeja. Ndërkohë kafeja është edhe diuretike apo jo? Është një prandaj ndjesia e parë kur kemi në mëngjes. Konsumimi i kafes ka të mirat dhe të këqijat e saj. Është një diuretik në fakt, ndihmon mjaft mirë në nxjerrjen e lëngjeve të tepërta në organizëm. Pra kemi një shtim të urinimit, por kur konsumohet tepër, kur kalohet mbi 3 filxhan kafeje në ditë, kemi një shtim të këtij urinimit të tepër, gjë që sjell probleme me veshkat më pas. Në qoftë se do konsumohesh deri në 2-3 kafe në ditë, për gurën e veshkat do ishte e mirë sepse rritet urinimi, rritet sasia lëngjeve që ne duhet konsumojmë. Por, në qoftë se kjo sasi kalon më tepër, do ishte e dëmshme. Po kështu dhe për gurët e tëmthit është ndjesi e mirë deri diku. Për azmën është një substancë shumë e mirë, ndikon mjaft mirë ndoshta në qetësimin e rrugëve të frymarrjes dhe për personat që vuajnë nga astma, por që gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm në sasinë. Pra, po e theksoj tepër sepse ti më the që e filloj me një filxhan kafeje të madh dhe që në momentin që më the këtë, mendoj që dita të vazhdon përsëri me 2-3 të tjera të mëdha, të konvertuara në sasinë e kafeinës që përmban, që është goxha e dëmshme. Bën mirë për zemrën apo bën keq për zemrën? Për sistemin kardiovaskular bën shumë keq. Do thoya që antioksidantët që përmban në fakt janë të mrekullueshëm, përmban rreth 200 antioksidantë, ndërto dhe acidin klorogjenik, i cili është shumë vështirë për të marrë në produkte të tjera, dhe antioksidantët ndihmojnë mjaft mirë në procesin e oksidimit të qelizave, pra në ndihmojnë, por në sistemin kardiovaskular ndikon mjaft keq, madje ndikon mjaft keq dhe në rritjen e kolesterolit të keq, LDL. Dhe personat që vuajnë nga kolesteroli duhet jenë të kujdesshëm. Po kështu personat që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare duhet jenë shumë të kujdesshëm, pasi rrisin rrahjet e shpeshta të zemrës, krijojnë të dridhura, krijojnë probleme marrje mendsh, bëjnë ngushtim të enëve të gjakut. Pra, konsumimi i kafes tek këta persona duhet jenë shumë të kujdesshëm. Tek persona diabetik, në bazë të studimeve, por duhet kemi parasysh dhe diçka. Si tek pijet me energjike, ashtu dhe tek kafeja, reklama përderisa janë 2 produkte shumë të shitura në botë dhe janë në top listën e produkteve të shitura, jo në produktet e të konsumuara. Është nga bizneset kryesor të ushqimit. Janë bizneset të cilat janë shumë të fuqishme dhe sponsorizojnë ekstremisht fort për të bërë reklam, natyrisht për ta tregtuar këtë produkt. Por të jeni të sigurt, nuk mund të mendoni që vërtet Beckham, një futbollist i shkëlqyer në fush, konsumon pije energjike. Apo këngëtarët shumë të mëdha me një energji të tmerrshme konsumojnë pije energjike në jetën e tyre të përditshme. Ato konsumojnë gjëra që të marrin mendjen. Për që në realistë... Megjithatë ndikojnë në pijet energjike, japin një lloj energjie, gjithsesi, pavarësisht që duhet jemi të kujdesshëm. Kanë efekte të tmerrshme, Bledi, në shumë vende të botës, në Suedi, në Austri, në Finland, në Norvegji,
ndalohen për persona nën 15 vjeç, madje edhe nën 18 vjeç. Në Holland për shembull është ndaluar rreptësisht konsumimi këtyre pijeve energjike. Vetë përbërja e pijeve energjike është shumë e dëmshme. Do thoya që përmban taurin, por ajo çfarë është më e keqe, taurina është një produkt në fakt që mund të konsumohet dhe mund të merret shumë mirë nga mishi, nga veza, nga qumshti, nga të brendshmet e kafshëve, por në mënyrë natyrale. Dhe aq sa i nevojitet organizmit. Organizmi nevojitet 100 deri në maksimumi 500 mg sasinë e nevojshme ditore. Ndërsa kur bëhet fjalë për tek pija energjike, ne e marrim këtë me shumicë, rreth 1000 mg, dhe ajo çfarë është më e keqe, e marrim në mënyrë të prodhuar në mënyrë sintetike, jo në mënyrë origjinale, në mënyrë natyrale. Kjo është i rrit dëmet ndoshta pijeve energjike. Më pas sheqeri, sasia e tepërt e sheqerit, do thoya që nëse do konsumonim një kanaçe të një pije me gaz apo një pije energjike, do ishte rreth 3 fish më tepër sasia e sheqerit të futur brenda, që e konvertuar në lug sheqeri do ishte rreth 15 lug sheqer të marra. Po, kur sasia ditore një kanaçe. Kur sasia ditore e nevojshme për të konsumuar këtë sasi sheqeri do ishte një lug ditore, dhe kjo jo në formën e sheqerit të bardhë që ne e marrim tek pijet energjike, por në formën e sheqerit natyral të marrë nga drithrat, nga frutat. Dhe ta theksojmë, sepse ka shumë vajza sidomos, por njerëz në përgjithësi që çfarë bëjnë? Pin kafe me idenë që nuk do të ndjejnë më atë ndjesinë e urisë, e oreksit, sepse duan që të mbajnë dietë. Për të ndërprerë oreksin dhe për të marrë energji. E para kjo e dëmton, si thua, stomakun dhe si ndikon në të qenurit, do të thënë, më elegant ose në shtimin e peshës. Jo, nuk ka lidhje fare. Kafeja ose edhe pijet energjike. Pijet energjike na shëndoshin. As kafeja as pije energjike. Unë rastësisht, ndoshta vlen ta përmend, jam takuar para shumë vitesh me një mjeke, e cila më tregoi që kishte filluar të bënte një dietë të çuditshme, pinte rreth 5-6 kafe në ditë, pinte shumë duhan dhe nuk konsumonte ushqim fare, dietat që sapo kishte filluar, konsumonte rreth 8-9 kanaçe pije energjike. Në ditë 9 kanaçe. 8 deri në 9. Pra sasia e taurinës që ajo merrte ishte 8000-9000 mg, kur sasia ditore është 100 deri në 500 maksimumi. Xha bravo. Xhasulo, po çuditet, po hapsi, po i shkojnë mustaqet më lart nga stresi. Dhe rastësisht 3 muaj më vonë unë takoj vajzën e zonjës dhe në momentin kur u përballa me zonjën, absolutisht nuk ja rekomandoha këtë gjë, i thash që është ekstremisht e gabuar dhe më vjen keq që ti je mjeke dhe duke ditur ndoshta pasojë dhe efektet e dëmshme që ka në organizëm, nuk do ta këshilloja, do të them, si mund ta bësh ti këtë gjë. Sepse informimet janë të ndryshme, thash është ndoshta momenti i reklamimeve të shumta që bëhen dhe mund të gënjesh dhe mund të konsumosh këto gjëra me tepris, por në momentin kur ti je një mjek, je një person që di pak a shumë se si funksionon organizmi, çfarë i duhet organizmit dhe ti çfarë po përdor në organizmin tënd, kjo natyrisht nuk është e lejueshme për këtë person. Pas 2-3 muajsh takoj të bijën dhe rastësisht duke e pyetur si jeni, çfarë bëni, më thot për tëmën që ishte në Greqi, e sëmur, e diagnostikuar me kancer të stomakut, dhe kjo ishte krijuar në momentin kur ishte bërë operacioni të sëmës, mjekët ishin çuditur nga masa tumorale që ishte krijuar nga konsumimi i kësaj diete të famshme që kishte përdorur. Kështu që pra të mos e përdorur. Pas 2 muajsh të tjerë, ama vdiq, kuptohet. Dhe vërtet ishte një rast ndoshta pse jo dhe për të bërë një fushat sensibilizimi kundra konsumimit të këtyre ose kësaj mënyre. Kafeja e shoqëruar me alkool është në mënyrë të tmerrshme, do të thënë. Po kështu me duhanin është një tjetër gjë, një tjetër pasojë në organizëm e tmerrshme, duke marrë nikotinën, kafeinën, dhe pijet energjike kanë dhe kafeinën, e cila është në doza shumë të mëdha. Pra duke marrë pije energjike dhe kafe gjithë ditën, dëmi në organizëm është i pashmangshëm. Dëgjove Xhasulo? Se të dy këtu, po pra, të dy duhet ta dëgjoj me vëmendje, sepse unë kafen që në mëngjes, pa ngrënë mëngjes, se nuk kam kohë të them drejtën, nxitoj, e konsumoj sigurisht me duhan, shumë e keqe. Xhasulo bën akoma më keq se sa mua, se pi duhan, pi kafe, pi dhe një raki, një teke ose do pi raki. Xhasulo e hëngri të vetën. Mirë më mirë ti
Si goxha Bledit. Mënd për mua, tha, sigurisht. Do bëj kujdes. Pra të dashur miq, po e theksoj me Anilën vërtet për t'ju ardhur në ndihmë që nuk duhet të përdorni as pije energjike dhe as kafe për të mbajtur dietë, se është një ide shumë e gabuar. Ndërkohë ju me të drejtë thatë se edhe konsumi në vetvete, po ndalemi fillimisht te kafeja, duhet të jetë i kontrolluar, pra jo më shumë se 2-3 kafe në ditë. Por cilat janë oraret më të përshtatshme dhe ndikimi më i mirë në organizëm që kafeja mund të ketë? Si orar më i përshtatshëm në fakt është ora 2 deri në ora 5 mbasdita. Mund të duket pak sa e çuditshme sepse gjithmonë është ajo shpreha kafeja e mëngjesit. Aq më tepër kur është turke që është ekstremisht shumë e dëmshme në organizëm pasi ai llumi i kafes është goxha i rëndë, edhe pse kafeja turke njihet është e ruajtur nga UNESCO si një vlerë e mirë ndoshta e shoqërisë. Edhe kafeja në përgjithësi e ka këtë meritë, domethënë ka efekte pozitive siç e tham. Ka, absolutisht i tham, por që tek personat me probleme kardiovaskulare është goxha e dëmshme. Për persona që kanë tension të ulët, mund të këshillohet pasi ja rrit pak tensionin, ndërsa po tund kokën e di pse. Kisha një regjistrim, kisha një emision dhe më ishte dashur ta gdija gjithë natën, nuk kisha fjetur. Atëherë çfarë bëj në shtëpi? Pi 2 kafe rresht dhe nuk po zgjohesha dot, domethënë isha gati për të rënë në gjumë ndërkohë që më duhet të shkoja në punë dhe pas kafes pi një pije energjike dhe nuk e di se sa më ka shkuar tensioni xhasulo. Unë u zverdha, u djersita, i gjithi, thashtë është mëse normale, po. Po ti kishe punë, apo dojtë vrisje vete? Po, pikërisht, kisha punë dhe për hir të punës. Dhe çfarë ndodh? Piva limon, pastaj që erdha, pata fatin që erdhi një mikesha ime që punon afër shtëpisë time dhe më përgatiti limon të shtrydhur për të ardhur në Terezi. Çfarë ka ndodhur tek ti? Kafeina e bashkuar me teobrominën, e cila ndodhet tek pijet energjike dhe me taurinën. Taurina bën të kurrjen e muskujve të zemrës. Dhe ti ke një shtrëngim në gjoks të tmerrshëm që ti nuk arrin të marrësh me frym, nuk arrin të oksigjenohesh më në organizëm. Kjo është arsyeja pse këto të dyja të paktën nuk këshillohen absolutisht të konsumojnë njëra me tjetrën. Dhe ajo çfarë unë e theksova edhe më përpara, ndoshta nuk u kuptua shumë ajo çështja e hipjes të kal në fakt. Është vërtet, domethënë që ti ai kali vërtet në momentin që goditet me kamzhik, ai do vazhdoj të eci. Por thjesht do marrë nga energjia e tij deri në fund sa të bjeri pa asnjë lloj fuqie. Edhe trupi, në momentin që ti i jep kafeinë të tepërt, trupi duket sikur merr energji, por në fakt është energjia e trupit tënd. Dhe ajo çfarë është më e dëmshme përsëri tek këto pije, është sepse si kafeja, ashtu edhe pijet energjike përmbajnë shumë vitaminë B. Në fakt vitamina B është një vitaminë e cila të jep energji, por nëse kalon mbi 34 mg që është doza ditore, kjo bëhet e dëmshme dhe krijon efektin e kundërt të asaj të dhënies së energjisë. Pra krijon një kputje, një lodhje, djersitje, një shtrëngim të gjoksit, një mos funksionim të organeve. Plus që dhe nga përdorimi i tepërt të kafes në mbrasim kriprat e trupit, dhe do duhet që ti merrnim në forma të tjera pastaj. Do ju kërkoj ndjes, doja të thesha pak se dëgjova kafen turke, që kafja turke ishte më e dëmshme. Mua më ndodh që po të pi ekspresin, më jep aritmi. Po, nuk më përballon trupit. Domethënë dhe kam dëgjuar shumë njerëz të tjerë. Domethënë te disa është e dëmshme dhe te disa jo, varet nga organizmi. Po, është e vërtet. Edhe niveli kafeinës ka përshtypjen në shumë i lartë tek ekspresi. Kjo varet nga personin se si e kanë presionin e gjakut. Nëse është një person me presion të lartë të gjakut, nuk këshillohet që ta konsumojë sepse krijon tkurrje të muskujve të zemrës, ndërsa tek personat me tension të ulët, kur trupi i tyre ka një tension që është normal për organizmin e tyre, edhe pse është tensioni i ulët, në momentin që ti merr kafeinë të tepërt, ajo të krijon të dridhura, shtrëngime, krijon probleme sepse trupi yt nuk është mësuar me një tension, me një presion më të lartë të gjakut. Kjo është arsyeja pse nuk këshillohet tek personat e veçantë. Duke po thoshim që orari më i mirë për të konsumuar kafen është ora 2 me 5, pra 14 me 17 mbas dite. Pasi trupi ka marrë ushqim të bollshëm dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, kafeina rrin në trup 24 orë, pra në gjak rri rreth 24 orë në organizëm. Dhe për të pastruar kjo duhet kaloj. Por në momentet kur ne kemi marrë ushqim gjatë gjithë ditës dhe jemi në kohën e drekës dhe të pasdites, është më lehtë për të mos u përthithur direkt kjo kafeinë.
Ndërkohë mosha që mund konsumojë kafe, më falë, se të një ndërpreta. Jo, po kështu ishte ideja tek moshat e mëdha, moshat e moshuara, zakonisht e përdorin kafen me idenë për të marrë ato energjinë e famshme, por duhet kemi parasysh që dhe osteoporoza është një ndër shkaktarët që kafeja ja ndikon moshave të rritura. Pra, mungesa e vitaminës D dhe e kalciumit, pasi dalin për jashtë, siç e the ti më përpara, pothuajse një pjesë e madhe e kriprave mineraleve shumë të rëndësishme për organizmin, dhe tek moshat e treta, të cilat kryesisht vuajnë nga osteoporoza, konsumimi i tepërt i kafes është i dëmshëm. Po kështu dhe në gratë, sidomos në momentet e dhënies gjith të fëmijës, është përsëri shumë i dëmshëm dhe gjatë periudhës së shtatzanisë, kuptohet dhe fëmijët e moshave, madje do thoja deri në moshën 18 vjeçare të paktën nuk do këshilloja as pije energjike dhe as konsumim kafeja. Ndërkohë ka të rinj, ka adoleshentë të cilët edhe ndoshta për shkak të situatave ekonomike preferojnë që në ambiente të ndryshme kafene të konsumojnë një kafe, që me kalimin e kohës, ndoshta në fillim si pëlqen, po më vonë fillon të pëlqejë dhe konsumojnë edhe për shkak të shijes. Për shkak të në fakt janë dy gjëra. Kostoja e ofrimit të një kafeje është e ullët, gjë që është e përballueshme për moshat të reja, për moshat të vogla, për personat të cilët rinë me orë të tëra në kafenera, ose ndryshojnë sa një kafene tjetër. Dhe gjëja më e lirë që mund të konsumosh është kafeja. Fillon në këtë mënyrë joshja, ndoshta ndaj kafes. Më pas, ndoshta ideja që ti po merr energji dhe duke u bërë një rrit i përditshëm, krijohet një varësi, sepse një edhe varësia ndaj kafeinës, si varësia ndaj drogave të tjera. Dhe kjo varësi... Po një drogësh, kafeina... Absolutisht po. Dhe kjo varësi pastaj vazhdon për gjithë jetën dhe është shumë vështirë shmangje ndoshta e kësaj gjëja. Ndërsa për pijet energjike, po kështu, shumë i dëmshëm është për këto moshat e reja sidomos, për fëmijët, adoleshentët, është shumë e dëmshme, madje këshillohet pasi janë parë dhe raste, ndoshta janë vritur raste ku e shoqëruar me alkoolin sidomos, sepse në për shumë koktejle që bën natën, miksohen me alkool, vodka, Red Bull, Mesadiun apo pije të tjera, pije energjike, gjë që janë shumë të dëmshme për organizmin, duke sjellur edhe pasoja fatale. Dhe madje janë 3 raste në Holland vdekje të shkaktuara nga konsumimi i tepërt i këtyre pijeve energjike. Një pyetje të fundit, përse ndodh në fakt që nga ndonjëherë në orët e vona të natës, kur unë personalisht preferoj shumë të konsumoj kafen, në vend që të na zgjojë, qëllon dhe që të na stimulojë gjumin. Përse ka këtë efekt të dyfisht kafeja në organizëm? Në fakt, kafeja njihet si jo një stimulues gjume, njihet si një produkt i cili të shkakton shumë pagjumësi. Dhe thash duhet rreth 24 orë për të pastruar nga gjaku që ti të kesh një gjumë të qetë. Por do thoya gjithçka që dëshira për të konsumuar këto pije energjike dhe kafen ndoshta thjesht janë çështje psikologjike dhe ndoshta rriti i vazhdueshëm i çdo i përditshëm është ajo që të bën të kesh një varësi dhe ta duash dhe ta konsumosh vazhdimisht. Faleminderit shumë Anila Kalleshi që ishe këtë mëngjes me ne. Uroj që të kemi raste të tjera për të biseduar për tema shumë interesante dhe që prekin një interes të madh publik. Faleminderit edhe suksese. Faleminderit shumë. Mirë, pra dashur miq, ishim në këtë bisedë drejt për drejt me zonjën Anila Kalleshi, specialiste dobësimi dhe dietologe e mirënjohur. Folëm për efektin që kafeja dhe pijet energjike kanë në organizmin tonë, si dhe për mënyrën më të mirë për të konsumuar ato, oraret më të përshtatshme të themi. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët edhe këtë mëngjes. Së bashku do të shihemi nesër në orën 7. Sot do të jetë një ditë kryesisht me shi, nesër do të dalë dielli sërish. Gjithsesi unë uroj që të kaloni një ditë të bukur edhe sot.